Mirëmbrëma miq të Vetëm Sport, u rikthyem sërish në episodin e radhës. Në këtë botror që tashmë ecët janë bërë më të mëdhaja, ku ndeshjet janë më të rëndësishme për të qëndruar ose për të larguar nga botrori. Mirëmbrëma Geri. Mirëmbrëma Roger, kemi arritur një fazë delikate të botrorit ku një gabim të kushton shumë gjatë botrorit. Okej. Falenderojmë dhe Vodafone, rrjeti kampion, i certifikuar sërish tek këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Faleminderit Vodafone. Atëherë do të vazhdojmë me ndeshjet e luajtura gjatë javës, shumë emocione, gola dhe shumë për të diskutuar. Norvegji Francë 1-4, 3 gola të Dembele, Doe dhe për Norvegjin ka shënuar Asgard. Dhe ka një diçka ku nuk është aktivizuar Haaland për asnjë minutë. Po, Norvegji Francë, Geri 1-4, tek Norvegjia përveç Haalandit ishin edhe 9 titular që nuk luajtën Gerit, domethënë në total 10 titular Norvegjia i kurseu për ndeshjet e aty ku pastaj do jetë brenda ose jashtë botrorit, aty ku nisin eliminimet, që kështu ai trajneri i Norvegjisë pa tudhës që mos bënte luftë me Francën, të kursente energjitë e lojtarëve, duke filluar që nga më kryesori Haaland, edhe rrjedh gjithë tjerët, do bëri një rotacion shumë të madh. Domethënë hyri për ta luajtur ndeshjen thjesht për të pa çfarë do bëjnë këto të stolit, sepse nuk kishte asnjë pretendim përballë Francës me hyje. Dembele i 3 golësh që bashkë me golin që kishte bërë përpara, hyrin luftë për golashënuesin, si kundër Messi, Mbappé dhe Haaland, që kështu ju shtu dhe Dembeleja listës. Super ndeshje e Francës, dihet Norvegjia me shumë mungesa, po dhe pa mungesa Franca është Francë. E zgjidhi shumë shpejt ndeshjen, unë atë urova që thash mos të bëj gola shpejt Franca se nuk do shifshim ne gjë shumë tërheqëse pastaj, po Franca e dominoi domethënë që në fillim, shënoi edhe ndeshje pa histori domethënë për sa i përket performancës edhe rezultatit. Ajo Norvegjia u mundu me të vetën me lujt ai sa mund tipte. Shënoi dhe i gol që ndezi një flak të vogël shprese, po që asgjë më shumë. Humbi dhe një penalti Norvegjia gjatë ndeshjes, po që nuk është se do ndryshonte gjatë sfidës, po që dhe trajneri i Norvegjisë mendoj se ka patur më tepër interes për fazën 32-tave se sa ndeshjes me Francën. I ka dhënë më pak rëndësi për të parë situatën pastaj si do vazhdojnë në krahasim për zhvillimin e botrorit. Kalojmë në ndeshjen tjetër, Senegal-Irak me gola 5-0, ka shënuar Diarra, Sarr, Gueye 2 herë dhe Ndiaye. Po, Senegal shumë Senegalit ju desh fitoria që teste përpara. Edhe e dominoi nga çdo aspekt. Irakun shënoi 5 gola, me sa më mend Iraku ngeli dhe me 10 veta. 10 lojtar, po. Pati një me të kuqe, domethënë ishte ndeshje e drejtuar binar qysh në fillimet e ndeshjes, shkoi 2-0 shumë shpejt. Edhe Senegali bëri detyrën, doli nga grupi, ndërsa Iraku aq e kishte, nuk mund të teste më shumë. Po. Edhe unë të vlerë për të vlerësuar për Senegalin, tani do të kemi një përballje me Norvegjin për fazën e 1-32-tave, do jetë vërtet një përballje shumë e fortë, po një Senegal për të vlerësuar dhe më pëlqen një lojtar si Ibrahim Sarr, lojtari i Crystal Palace, që ka treguar në çdo ndeshje një nivel sportiv shumë të mirë dhe me të vërtetë që mua ka pëlqyer gjatë gjithë ndeshjeve që ka bërë për Senegalin. Kalojmë në ndeshjen tjetër. Kepi Gjelbërt, Arabi Saudite 0-0. Pa gola, por e vlefshme që Kepi Gjelbërt kaloi grupin. Pa gola, ishte ndeshje pa shumë raste nga të dy ekipet. Më prita më shumë nga Kepi faktikisht se sa Arabia, po që edhe Kepi në ato ujëra në toj nuk u prodhuni ndeshje
që ta shifsha me interes, për post faktit që suboha si gol, po edhe si lojë ishte më duke vakët pa ne i kështu e përsit njërës ose tjetrës në momentet ndryshme, ishte i rezultati drejt, 0-0. Me sa di unë, edhe presidenti i Federatës Arabisë Saudite dha dorëheqjen si dështim i Arabisë, do nëse me dhe maksimal sa ti të prisë që Arabia teste më shumë, po deri aty mund të shkonte, nuk është se kishte të çbonte më shumë. Okej. Kepi gjithë përsi që e thash kaloi turin dhe do përballet në fazën tjetër me Argentinën në 1:32. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Uruguay Spanjë 0-1, Baena për Spanjën. Uruguay Spanja fiton ngushtë me i gol, pavarësisht se dominoi gjithë ndeshjen, pothuajse në çdo aspekt, raste nuk është se pati shumë, po që e kishte gjatë gjithë kohës ndeshjen kontroll, pati edhe një të kuq për Uruguayn në minutat shtesë, edhe Uruguay si rallë herë del nga grupi, se shpesh herë Uruguay është ekip që grupin nuk e ka diskutu, e ka kalu, dhe mori valixhet, iku në shtëpi, ndërkohë që edhe Bielsa, trajneri i Uruguayt, do unë ishte shumë i ashpër edhe me deklaratat, domethënë që latë tregoi që aty nuk kishte një frymë ekipi, sepse tha më latë vetëm, do nën kupton shumë gjëra, por gjithsesi i ka lënë mas disa ditësh i konferencë shtypi që për ta bërë në Uruguay, ndoshta aty do thot më shumë, po që edhe i drejt dorëheqjes. Edhe madje në këtë botror u bë, nuk e di, edhe Skocia që është eliminu dha dorëheqjen trajneri mas 7 vitesh. Montella i Turqisë. Edhe trajneri i Koreas Jugut dha dorëheqjen, Tani Tunizia. Kompeticioni është i bukur, shumë i mirë kur merr pjesë, po që për ca është edhe shkurtimi i vendit punës kur nuk kalin grupin. Që kështu ka gjithë dinamikat. Uruguay kishte marrë një dënim nga presidenti i federatës që do ktheheni aty ku luani me tarifën tuaj dhe jo nga me avionin e Uruguay, domethënë, jo të skuadrës. Ajo çka është vendosur nga Uruguay. Ecim me ndeshjen tjetër, Egjipt-Iran 1-1, Saber për Egjiptin dhe Razie janë për Iranin. Egjipt-Iran, Egjipti u paraqit shumë më mirë se Irani, pavarësisht se ndeshja doli 1-1, pati goxha përsi raste, e vuri shumë vështirësi Iranin, po që nuk shkoi më shumë se sa 1-1-shi, edhe po i arriti, asaj që deshte i arriti. Kualifikimin në Egjipti është ka kaluar në fazën e 1/32-ve dhe ajo që ka diskutoi ishte thjesht një dëmtim për Salah, po që akoma nuk është vendosur nëse do vazhdoj të jetë pjesë e skuadrës apo është dëmtuar për vjedhshmërinë e botrorit. Shkojmë me ndeshjen e radhës, Zelanda e Re Belgjik 1-5, Trossard 2 gola, De Bruyne, Lukaku, Saelemaekers. Po, erdhi më në fundin ndeshje për Belgjikën që të fitoi edhe të fitoi me goxha gola, po që Belgjika pritet geri ta shohim tash mbrapa. Sepse me Zelandën e Re nuk është se pati dy ndeshjet e tjera në grup dobta dhe shpërtheu me Zelandën. Zelanda ekip shumë i dobët, nuk është test fare kjo. Po që siç ta pa thonë unë, fitoria ju duhet se zbo dhe të fitonte se zbo me çdo lloj mënyre, po kundra Zelandës e kishte të lehtë. Edhe shënoi 5 gola, fitoi thellë, po fytyrën e Belgjikës mendoj do ta shohim tash mbrapa. Okej. Edhe unë jam një mendim me ty, do shkojmë fytyrën e vërtet Belgjikës tani mbrapa, gjatë 32-tave. Kroaci Gana 2-1, Sučić, Vlasić, ndërsa për Ganën Lukasen. Kualifikim për Kroaci.
Po, kualifikimi për Kroacinë, ju desh fitoria e Kroacisë, jo pa mund, jo pa vështirësi, se shkoi 1-1 ndeshja. Dhe në fund shënoi Vlasic që çoi 2-1 rezultatin. Jo se Ghana është një ekip kështu mediokër, po mendova që Kroacia do fitonte çik më lehtë, jo shumë lehtë, po që Ghana e vuri goxha në vështirësi. Edhe tash të shohim Kroacinë në hapat e tjera. Kroacia është ekip nuk është se ka, domethënë, talentet që ka pas dikur, ka ato elementet e vet, po është ekip që ka eksperiencën mbi shpatulla në për këto kompeticione dhe shohim si do ecë. Në tipo unë kam besim ke Kroacia dhe pjesa e asaj që çka japi në grup ekipi, masa nuk ka shumë mirë, po formaliteti që kanë në grup janë ekip që në thonjza le të bindin, janë ekip Ballkanës dhe mund t'japin më shumë. Ajo çka dua të përmend do përballen me Portugalinë në fazën e ardhshme të 1/32-tave. Do të kemi një përballje mes Portugalisë dhe Kroacisë. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Panama-Angli 0-2, Bellingham dhe Kane. Po, Panamaja dhe Anglia, sikur dhe Kroacia me Ghana të njëjtit grup, do të dihet luajnë njëra të gjitha. Edhe Panamaja ishte, po bënte ndeshjen paraqitjen e fundit, ishte koshente që kishte paraqitjen e fundit botror edhe u mundu gjëja me të vetën të bënte mirë, po përballje Anglie nuk mund të shpresonte asgjë. Anglia bëri ndeshje të mirë, themi, nuk është se fitoi me golead, i mjaftun 2 gola të Kane dhe Bellingham, edhe zgjidhi ndeshjen. Nuk është se pati momente që u vu vështirësi nga Panamaja, ishte një ndeshje e qetë në sensin psikologjik për Anglinë, ndeshje fituar me merit. Vëre një lojë shumë bukur nga Bellinghami, krijoi, dha asist, luajti me vërtet fort mirë edhe shënoi. Bëri një lojë me vërtet shumë të mirë dhe Harry Kane pastaj titullari i ekipit, kapiteni, lideri i skuadrës që pritet jashtëzakonisht shumë që të marrë një Angli që mund t'japi shumë herë më shumë se kaq. Ecim me ndeshjen tjetër, Kolumbi-Portugali 0-0. Kolumbi-Portugali 0-0, unë nuk e gjeta të saktë, po barazimin e gjeta që thash 1-1. Po the 1-1. Se kisha përshtypjen që mund t'i hapte punë Kolumbia dhe ashtu rezultoi. Portugalia u mundu bëri volum loje, krijoi ca raste, po që nuk ai ngërçi, domethënë kur përballet me një ekip që nuk e ça dot, domethënë e ka shumë vështirë ta gjejë rrugën e rrjedhës. Ronaldo më duhet humbi një rast që ishte shumë i pastër, që duhet ta kishte shënuar. Okej, se raste humbin të gjithë, po që ishte momenti që tregonte veten që të mori në shpatlla Portugalin, gjë e cila nuk ndodhi as nga Ronaldo as nga lojtarët e tjerë dhe ky problem i Portugalisë me Kolumbin 0-0 i kushtoi shumë rënd Portugalisë sepse automatikisht doli nga krau i shorteut tjetër ku janë gjithë ekipet e forta. Domethënë se me një fitore Portugalia do dilte këtej nga krau tjetër që është disi më i lehtë në letër flasim. Edhe po do e kishte fatin e vet në dorë, domethënë mjaftot fitonte të kalonte nga krau tjetër. Barazimi edhe çoi këtej dhe i hapi shumë punë. Okej, unë më pëlqeu shumë loja e Kolumbisë, të vërtetën tani, me një Portugali të vakët, jo shumë të shpejt në lojë tek topat e Ronaldo pa çka rastit të Cristianos. Mua gjatë lojës Ronaldo sërish nuk më pëlqeu se nuk dha aq sa duhet sa për të thënë që ky do marri Portugalin për dore, ka shumë akoma për të duke marrë parasysh se si është Ronaldo dhe ajo çka jep Ronaldo me Portugalin dhe leadershipin që ka Ronaldo në skuadër, por unë sërish vlen për të përgjigjsu kjo pjesa që Ronaldo nuk tërheq dot Portugalin për dorë dhe nuk do jetë aq i aftë sa
të eci përpara ose të bëj përpara këtë pjesa e botrorit. Duke parë tani që do shortohet pas Kroacisë do përballë direkt me Anglinë. Do jetë akoma më rrezikshme si situatë për të. Po pra se doli këtej nga krau tjetër, me një fitore, domethënë me atë të shtymën port, po ta kishte bërë gol Ronaldo, Portugalia dilte këtej nga krau tjetër, ose mos Ronaldo dikush tjetër i Portugalisë duhet kishte shënuar, duhet ta kishin fituar se s'bë këtë ndeshje për të evituar përballjet e forta, se tash edhe llogarit bëhen. Edhe më tepër kur ti e ke vet fatin tënd në dorë që me fitore mund dalësh nga krau tjetër, duhet kishin bërë pamundur, sepse mundësitë i kanë ekip shumë të mirë, me shumë yje, po që në fundit dolit 0-0 dhe kaloi këtej nga krau tjetër. Po. Shkojmë me ndeshjen tjetër. Kongo, Uzbekistan 3-1, Shomurodov, Wisa 2 gola dhe Mayale. Kongo, me Uzbekistanin 3-1, mu duk fitore e pasre Kongos. Lujti mirë, nuk e di, priçja që më shumë të paktën ke kjo ndeshje nga Uzbekistani, jo në tërësinë botror, ke kjo ndeshje priçja që të paktën ti merrte pikë Kongos që të tregonte edhe diçka, po që nuk e arriti dot. Edhe unë bje dakord me ty, po kishte edhe një kualifikim për ekipin e Kongos që në fatën tjetër do të ballej me Anglinë. Shkojmë me ndeshjen e radhës, Algjeri, Austri 3-3 shumë gola, Belgali, Mares Dopjet, Arnautovic, Sabitzer dhe Kalajčić. Kjo bën ndeshje bukur me shumë gola. Madje për i moment menum gjithë që Algjeria e mundi Austrinë, se në moment fundit barazoi Austria që bëri 3-3. Sekondat fundit. Edhe do më pëlqente i fitore Algjerisë kundrejt Austrisë, po që nuk ja doli dot. Po gjithsesi me barazim të dyja u kualifikuan. Po të dyja kaluan të kënaqura nga grupi. Shkojmë me ndeshjen e radhës të kombëtarëve zemrës, Jordani, Argjentinë 1-3, Lo Celso, Lautaro Martinez, Leo Messi dhe për Jordanin Tamari. Tamari ne shënoi një gol Tamari. Mund ta mbyllim me 0 gole. Ne shënoi ne çoi 1-2 ndeshjen, domethënë, nga 0-2. Po. Argentina siç e parashikohom kishte bërë goxha rotacion. Sepse duke ditë që Ecuria tash i fillo ka specifika tjera ndeshjet, janë më të forta, është me jeta vdekje, do ecësh ose do ngecësh, kur i thonë. Dhe Scaloni, siç e parashikoha, boni goxha rotacion edhe Geniu Messi nuk lujti dhe hyri pikërisht Geri në minutën 60 që unë ta kisha parashikuar. Po në 60 fiks. Dhe bëri dhe i gol, ashtu siç thash, unë hyn 60, bëri dhe i gol. Edhe ishte ndeshje kështu formaliteti, le të themi, për Argentinën, se ishte sigur që do fitonte. Jordania nuk kishte çajipta asgjë më shumë nga ajo çava. Argentina luajti mirë me ritëm dhe me atë qarkullimin të shumë dëndur topit që të lodh, të mërzit nga i herë, po që ekipet kundërshtare ja caron. Edhe bëri mirë, 9 pikë plota dhe siguroi kraun tjetër që thamë është krau më pak i lehtë. Shumë e bukur, edhe mua më pëlqeu realisht shumë, pëlqeu goli shumë i Lo Celsos. Po shikoj edhe Dibu Martinezin që po bënte mbrojtjen vetë krau tjetër, do të thotë, ishte një super gol i Lo Celsos dhe një skuadër shumë e mirë dhe kujtoj Lautaro Martinez ka shënuar golin e parë botror me penallti, por shënoi golin e parë botror pasi nuk kishte shënuar asnjë gol botror, ishte goli i parë i Lautaro Martinez. Argentinë shumë e bukur dhe fitore shumë shpresëdhënëse dhe krau siç e the edhe ti, krau i mirë, le të themi, për vazhdimsinë e botrorit. Shikojmë tash që janë ndeshjet me eliminime, tash ekipet e mëdha ndezin motorët edhe të shohim sa fuqi kanë deri ku do shkojnë. Shkojmë me ndeshjen e radhës e para kualifikuese. Tani po diskutojmë Geri për ndeshjet që do
bëhen me eliminim. Se këto qa ishin i mbyllëm, qa ishin lujt. Tani është luajtur e para e 32-tave dhe e kualifikuar e parë për 1/16. Po. Okej. Shkojmë në ndeshjen e parë për 1/32-tat. Afrikë, Kanada 0-1 e Stakujo në minutën e 92. Në minutën e fundit që Kanadaja. Kualifikohet Kanadaja, ishte ndeshja parë kualifikuese kjo kush eca më tej. Them drejtën, siguria vodhi çika dhe kualifikimin, se unë po e shifsha dhe shpresova thash unë për atë qa po japin fush, më mirë kjo ndeshje duhet shkoj me penalti dhe ta dajnë aty me koka pil, se nuk është se njëra ishte shumë më lartë se tjetra, po që e vendosëm një episod në fund ndeshjes me edhe gjujtjen. Edhe e qoj Kanadan për herë të parë në histori, e qoj në ndeshjet më të rëndësishme se sa ato gjithë pjesëmarrjet e historisë vetë që ka luajtur Kanadaja. Edhe ishte ndeshje jo fort me nivel, më shumë dy ekipet, ndoshta e çik më shumë Afrika më shumë lunin për të prish aksionet e kundërshtarit dhe nuk po dilnin në lojën e tyre. Ai Davids, aty kishin 2-3 Davids, po ai Davids i Juventusit shumë dobët sërish, ndërsa ai Davids tjetër i Bayernit, ai kur u fut të ndryshoi çik ritmin e Kanadas, më ndryshe, po që ishte neshesh nuk është se më pëlqeu shumë, po kaloi Kanadaja, urime Kanadas në rrugtimin që do bëj. Pas përfundimit të fazës së grupeve, jemi në ndeshjen e parë kualifikuese. Kanada, Afrikë 0-1 e Stakujo. Fiton Kanadaja dhe kualifikohet për 1/16. Po, kualifikohet Kanadaja, kualifikim historik, do thoja, si asnjëherë tjetër në historinë e Kanadas, e kaloi me sukses, po nuk ishte një ndeshje me një nivel, aq sa unë kur po e shifsha, po shpresoja të shkonte me shtesë ose deri ke penaltit, që aty ta ndante ajo koka pila ke penaltit, sepse në atë nivel ishin të dy ekipet, nuk është se njëra ishte me diferencë të madhe. Domethënë pati ca momente shumë dvakta ndeshjes që më shumë ekipet mundoheshin me prish lojën njëra tjetrës. Afrika i çik më e tërhequr, po edhe Kanadaja nuk është se po bënte mirë. Edhe performancat ati Davis që lu me Juventusin, aty janë 3 Davids, po ai Davis i Juventusit Geri ishte zhgënjyse, shumë dobët, paraqit shumë dobët, ndërsa ai Davis i tjetër i Bayernit që u fut nga stoli, diçka më ndryshe, i dha çik ritëm, po që në tërësinë e saj ndeshja ishte jo në ndeshje me nivel. Nuk është se më pëlqeu, po që urime Kanadas. Jeshim dakord me ty, një Kanada që nuk dha shumë gjatë gjithë lojës. Bires kishte edhe disa raste nga Afrika ku e vurin vështirësi disa herë Kanadan, po një gabim mbrojtje që bën skuadra e Afrikës në momentet e fundit, bëri që Stakujo të shënojë një gol të bukur pas një gabimi në mbrojtje të skuadrës afrikane. Do vazhdojmë me ndeshjet që luhen sot me parashikimet gjatë ndeshjeve në vijim. Gjermani, Paraguay. Gjermani, Paraguay, në mendimin tim edhe ku bim dakord gjithë besoj, Gjermani si gara e lehtë. Po. Paraguay nuk është niveli i Gjermanisë. Prezumohet që Gjermania ta kaloj me sukses, por është ajo që them unë gjithmonë, kujdes ekipet latine. Se unë, si tifoz i Argentinës, ekipet latine i ndajnë dy pjesë. Ekipet latine që janë të mira dhe me talente, që të rrafin, po themi Brazili, Argentina, këto dy më kryesorët. Edhe ka pjesën tjetër, Amerika Latine, të ekipeve që nuk kanë cilësi, po luajnë shumë ashpër, luajnë shumë të mbledhura dhe të hapin punë. Dhe Gjermania duhet të ketë kujdes nga i Paraguay në duke i vakët, i mefsht, po që do të bëj kujdes se tashmë nuk ka më mundësi rikuperimi,
Pse humbi me Ekuadorin, por ishte gja e kualifikuar, po mendohet tash sigurisht ndeshjet ishte për eliminim. Domethënë Gjermania duhet ta marrë shumë seriozisht Paraguayn, pavarësisht se në letër është ekipi i dobët. Okej. Unë do shkoj me një parashikim të thjesht për Gjermaninë, them se do të ketë një ndeshje të lehtë, në letër paktën, po vetëm nëse Paraguay, ekipet për favorizimin që është ekip latina mund të luajë fort, mund të tregojë diçka, por nuk e besoj diçka të tillë. Shkoj me një Gjermani-Paraguay 3-0 për Gjermaninë. Duke mos parashikuar një bluff, unë them Gjermania 2-0 me Paraguayn, fiton Gjermania 2-0. Okej. Shkoj me ndeshjen tjetër, shumë e fortë, Holland-Marok. Holland-Marok, kjo ndeshje në ndryshim nga Gjermani-Paraguay, kjo premton shumë, domethënë performancë nga të dy ekipet. Holanda e dim, e njohim, talentet që ka, emrin që ka, po ndërkohë nga krau tjetër është Maroku që ka lojtar cilësor edhe që të paktën këtë kompeticion ka tregu formë shumë të mirë. Dhe mund të hynë edhe me nefergrizmin e vetë që do ne Maroku jemi, po që pritë se edhe ne luajmë goxha mirë futboll. Edhe do jeti ndeshje shumë e bukur. Shoh shumë gola kjo ndeshje. I parashikim do thoja isha midis 4-3 dhe 4-2 për Hollandën, po ndaloj ke 4-2 për Hollandën. Okej, unë shkoj me një barazim 1-1 dhe shkon në shtesë. Shkoj me ndeshjen tjetër, Bregu i Fildisht, Norvegji. Shumë e fortë. Bregu Fildisht, Norvegji. Këto si statura janë ekipe që ngjajnë njëra tjetrës, fizike të dyja. Do jetë luftë shumë e fortë fizike për të sunduar çdo repart të fushës, për të pas pressing të lartë nga të dyja kanë përshtypjen dhe dy luftimet do jenë Chelsea i kësaj ndeshje. Këtu nuk e di, domethënë është lehtësisht e favorizueshme Norvegjia, duke shpresuar edhe që Haaland të jetë një ditë mirë, por që këtu do shkoj ke një 1-1. Okej. Dhe në shtesë? Tashi më gjatë nuk e gjej dot Gjeri, 1-1, se në shtesë pastaj do gjej edhe 3 tifozë që do hynë në minutën 112 që kishin ngel pa hyrë. Gjeri 1-1 dhe kaq mund gjej, nuk mund gjej dot më shumë. Okej. Fiton Norvegjia 0-3. Dakor. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Francë-Suedi. Suedia fatkeqësisht në këtë fazë përplaset me kandidaten numër 1 për të fituar Kupën e Botës, të paktën edhe nga koeficientet që kanë nxjerrë së fundmi FIFA. Dhe është ekipi më i kompletuar, Franca, që kështu fati keq i Suedisë që peshkoi Francën. Dhe me keqardhje, po rrugtimi i Suedisë mbyllet këtu. Kam përshtypje një 4-0 për Francën. Deri tu shkoj edhe unë, Francë, Suedi 4-0. Kështu kisha një dyshim tjetër. Meksik-Ekuador. Meksik-Ekuador. Kjo është ndeshje e barabartë, do thoja, duke u referu ndeshjes që luajti Ekuadori me Gjermaninë. I bi që Meksika mos tjetë as pak e qetë kjo ndeshje. Meksika ka tifozët e vet në krahun e vet, dihet, por që Ekuadori që i dha leksion Gjermanisë me atë ndeshje, domethënë mund t'i bëj gjëmën Meksikës. Dhe e shoh shumë të luftuar. Këtu shoh një 2-2 dhe një kualifikim të Ekuadorit me penalti. Okej. Unë shoh një fitore të Ekuadorit 0-1. Shkojmë në ndeshjen tjetër, Angli-Kongo.
Kongo. Detyra e Anglisë është që të shofi për ndeshjen mbas Kongos, të paktën me emrin që ka, por që ndeshjet duhen luajtur dhe duhen fituar, pastaj të menosh për ndeshjen tjetër, që kështu Anglia do hyjë me atë seriozitetin e vet, me dëshirën e vet, me ritmin e vet, ashtu si kanë luajtur anglezët këto ndeshjet e tjera. E shoh një fitore 2-0 për Anglinë. Unë shkoj me një golead tu, 5-0 për Anglinë. Dhe shkojmë në ndeshjen e fundit, Belgjik-Senegal. Tashti tek Belgjik-Senegal unë kam dy opinione të ndryshme, në sensin të thoshit si mund t'japësh dy opinione. Para punës kam një përshtypje që kjo ndeshje do kalojë Senegali, nuk kalon Belgjika, por nëse kalon Belgjika, atëherë Belgjikën duhet ta kenë frikë shumë ekipe tjera më mbrapa. Këtë këndvështrim kam. Domethënë, nëse Belgjika kalon Senegalin, në këndvështrimin tim bëhet shumë e rrezikshme dhe me shumë vetbesim për të ecë përpara. Por që si parashikim them kalon Senegali. Edhe unë bie dakord me ty, kalon Senegali. Okej, këto ishin ndeshjet që do zhvillohen dhe do t'i shikojmë me shumë kuriozitet. Normalisht janë ndeshje të gjitha për t'u ndjek, asnjëra për t'u humbur. Ka shumë për të parë. Ndërkohë luhet edhe Brazili me Japoninë. Ndërkohë që ne jemi në podcast, të shohim si do përfundojë ajo dhe do flasim episodin e ardhshëm. Këto ishin ndeshjet të nderuar ndjekës. Falenderojmë Vodafone, rrjetin kampion, i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular. Faleminderit Vodafone. Falenderojmë dhe Studio Vasin për dizenjën që ka kryer edhe sidomos DigiPrint për banerat e mundësuar që ky podcast të eci përpara. Ndërkohë, i këshillojmë ose i rikujtojmë ndjekësve tanë të na ndjekin në rrjetet tona sociale, në TikTok, Instagram, Facebook dhe YouTube. Na bëni subscribe, nuk ju kushton asgjë, për ne është shumë. Faleminderit që na ndiqni dhe na suportoni. Atëherë miq, natën e mirë dhe takohemi në episodin e radhës.